Korridori i bujtinës së madhe, nga Dino Buxati. Në dhomën e bujtinës u ktheva shumë vonë. Isha gjysmë i zhveshur kur ndjeva nevojën për të shkuar në banjë. Dhoma ime ndodhi në fund një korridori shumë të gjatë dhe paksa të ndriçuar. Thuajse në çdo 20 metra disa llampa të vogla ngjyrë vjollc lëshonin tufsa drite mbi tapetin e kuq. Gati kisha mbritur te banja kur u ndodha përballë një burri i cili sikur mbiu nga hija. Në dhe ai kishte veshur një palë rroba dhome dhe vinte nga ana e kundërt. Ishte një zotëri i gjatë, i shëndosh, me një mjekër të rrumbullakët si Eduardi i 7. Mos që nisur dhe ai për mbanjë. Siç ndodh në të raste të dy, sikur e ndjen veten ngushtë e për pak deshu përplasëm. Unë se di se si u tërprova që po hyja në nevojtore në sytë e tij dhe vjova rrugën sikur po shkoja diku tjetër. Dhe ai bëri pa atë veprim. Sa përshkrova disa hapa e pash i kisha bërë një marrëzi. Po çfarë të bëja? Kisha dy mundësi, ose të vjoja rrugën deri në fund korridorit, pastaj të kthesha prapa, duke shpresuar që zotëria ndërkohë të ishte larguar. Po nuk kishte thënë që ai të hynte në ndonjë dhomë të më lindte rrugën e lirë. Mbas edhe ai donte të shkonte në banjë, por duke u ndeshur me mua që turpruar ashtu si unë, e tani ndodhi po në gjendjen time të bezdisshme. Duke u kthyer mbrapa kishte rrezik që të takoja përsëri dhe kështu të dukesha tamam si një budalla. Ose ishte ajo mundësia e dytë të fshihesha në thellësitë të korridorit para ndonjë dere dhome, mundësisht të ndriçuar pak dhe të hetoja derisa të bindesha se kisha mbetur vetëm. Dhe ashtu bëra, pasi studiova mirë gjendjen e krijuar. Nisa të arsyetoj vetëm pasi u fsheha se ai duhet në njërin nga hapësirat e vogla para derës së dhomës me numrin 90. Së pari, nëse dhoma do të qejë zënë dhe klienti do të dilte apo do të hynte, çfarë do thoshe kur të mshihte të fshehur para derës? Edhe më keq akoma, po sigur kjo të ishte dhoma e burrit me mjekër, i cili po të kthehej do mbllokonte. Ati me siguri që manovrat e mia do t'i dukeshin shumë çuditshme. Me një fjalë, të qëndroj aty ishte një punë jo e mençur. Ngadalë nxora kokën për të hetuar korridorin, ishte plotësisht i zbrazur, nuk dëgjoj asnjë zhurmë, asnjë hap apo zë njerëzor, asnjë gërvishje dere. Ishte çast i mirë. Së pari, nëse dhoma do të qejë zënë dhe klienti do dilte apo do të hynte, çfarë do të thoshe kur të mshihte të fshehur para derës? Edhe më keq akoma, po sikur të ishte kjo dhoma e burrit me mjekër, i cili po të kthehej do mbllokonte. Ati me siguri që manovrat e mia do t'i dukeshin shumë çuditshme. Me një fjalë qëndroi aty ishte një punë jo e mençur. Ngadalë nxora kokën për të hetuar korridorin, ishte plotësisht i zbrazur. Nuk dëgjoj asnjë zhurmë, asnjë hap apo zë njerëzor, asnjë gërvishje dere. Ishte çast i mirë. Dole nga vendi i fshehtë dhe me hapa të shkujdesur shkova drejt dhomës sime. Gjatë rrugës mendoja do të kthehesha një çast në banjo. Po pikërisht atë çast e kuptova shumë vonë dhe nuk kisha si të veproja ndryshe. Zotëria me mjekër, i cili siç duket kisha arsyetuar një lloj si unë, po dilte nga hapësira ndonjë dere para dhomës, ndoshta dhoma ime, dhe po vinte përballë me vendosmëri. Për të dytën herë, ma ndje më shumë se herën e parë, e ndjeva veten keq që po takoheshin përpara banjës, edhe për të dytën herë asnjëri nga ne nuk guxoi të hyjë duke u turpruar që po e shihte tjetri. Tani vërtet që ishte një rrezik të bëheshim qesharak. Duke mallkuar me vetë respektin për njerëzit, u nisa i mundur drejt dhomës sime. Kur mbrita para se të hapja derën, u ktheva dhe pash atje në gjysmë hije. Pash burrin me mjekër, i cili në mënyrë simetrike me lëvizjet e mia po hynte në dhomë me kokën kthyer nga ana ime. U tërbova fare. Pse, as ishte fare im? Mora një gazetë dhe prita një orë, pastaj hapa derën me kujdes. Në bujtinë ishte qetësi e madhe, si një gazerë me braktisur. Korridori ishte fare i shkretë, e më në fund brofa me vrap, të mbrija sa më parë në banjë. Po nga ana tjetër me një sinkronizim të habitshëm, sikur të kishte vepruar telepatia, zotëria me mjekër doli nga dhoma e tij dhe me shpejtësi të madhe u nis drejt nevojtores. U ndodhëm përballë njëri tjetrit për të tretën herë para derës me xhama akulli. Për herë të tretë bëm gjoja sikur për herë të tretë vijuam rrugën pa hyrë brenda. Situata ishte kaq komike sa do mjaftonte pak gjë, një lëvizje, një buzëqeshje lehtë që ta thyente akullin dhe gjithçka do të kalonte me të qeshur. Po siç duket as unë, as ai nuk kishim dëshirë të thalleshim. Përkundrazi, mbretëronte një acarim i egër, një ndjesi ankthi, sigurisht një makinacion që në mënyrë misterioze që kurdisur kundër nesh. Ashtu si ndalin e parë, rrëshqita u fsheha para një dere të panjohur, duke pritur se si do të zhvilloheshin ngjarjet. Tani duhet prisja që mjekroshi me siguri i fshehur në cepin tjetër të korridorit të dilte i pari nga llogoria. Do ta lija të ecte një coprug dhe vetëm në fund do të dilja edhe unë në mënyrë që të ndeshesha me të, jo para banjës, por shumë më larg. Kështu që pasi ta kapërceja takimin me të, do isha i lirë të veproja pa dëshmitar të bezdisshëm. Nëse ai para se të më takonte, vendoste të futen në banjë, aq më mirë. Do të kryente punë, do të kthehej në dhomë dhe tërë natën nuk do të dukej më. Nxora syrin nga kasa e derës. Nga largësia nuk mund të shikoja apo vepronte një lloj dhe tjetri, dhe mbeta në prit për një kohë gjatë. U këputa duke ndenjur në këmbë, më në fund ula në gjunjë pa ndërprerë vëzhgimin.
po burri nuk po vendoste të dilte. E pra ishte me siguri atje, i fshehur në të njëjtën situatë si unë. Dëgjova që ora era 2:30. 3, 3:15, 3:30. Nuk duroja dot më, u këputa dhe mori gjumi. U zgjova me eshtrat e dërmuara në orën 6 të mëngjesit. Në fillim nuk më kujtoja asgjë. Çfarë kishte ngjarë? Pse ndodhesha në tokë? Pastaj pash të tjerë ashtu si unë, të veshur me rroba dhome, të fshehur në hyrjet e 100 dyrëve të cilët ishin duke fjetur. Dikush në gjunjë, dikush i ulur në dysheme, dikush duke fjetur në këmbë si mushkat. Të gjithë ishin të zbetë, të shpartalluar, tamam sipas një natë beteje.